Dëshmia e dhënë nga Jovan Vicentijević para autoriteteve të Kosovës ka hapur një kapitull alarmues për sigurinë e vendit. I pandehurit gjatë transportimit të tij nga Mitrovica e Veriut në Prishtinë, më datë 2 dhjetor 2025 dhe pastaj gjatë dërgimit të tij në qendrën e paraburgimit, më datë 3 dhjetor 2025, në bisedë me zyrtarët policor kishte dhënë informacione në lidhje me veprimtarinë e tij të kundërligjshme e po ashtu edhe për persona të tjerë të involvuar në veprime të ngjashme, duke pohuar se ka marrë pjesë në ushtrimet në kampin e ushtrisë serbe të quajtur Pasjulanske Livade në Serbi. Atje ka qëndruar dhe është trajnuar prej datës 14 shtator 2023 deri më datën 23 shtator. Sipas tij aty ka qenë duke u trajnuar rreth 120 persona nga veriu i Kosovës, të gjithë të nacionalitetit serb. Kështu thuhet në një pjesë të akt akuzës kundër Jovan Vicentijević, njëri nga vëllezërit i cili akuzohet për sulmin me rreth 20 kg eksploziv të kryer një vit më parë në kanalin e Iber Lepencit. Pranimi i tij se ka marrë pjesë në trajnime ushtarake në Serbi së bashku me rreth 120 persona nga veriu i Kosovës, si dhe përfshirja dyshuar në veprimtari të kundërligjshme dhe spionazh, kanë rikthyer frikën e skenarëve të njohur të destabilizimit të Kosovës. Ekspertët dhe analistët thonë se këto deklarime janë dëshmi që ngren dyshime serioze për ekzistencën e strukturave aktive të organizuara dhe të gatshme për veprime të reja kundër sigurisë së Kosovës. Eksperti i sigurisë Drizan Shala në një prononcim për Vota Sot thotë se të dhënat e publikuara ditëve të fundit dëshmojnë se këto nuk janë raste të izoluara, por pjesë e një veprimtarie të organizuar. Institucionet e sigurisë së vendit po e trajtojnë me seriozitet maksimal çështjen e trajnimeve të paligjshme në Serbi dhe lidhjet e dyshuara të disa individëve me aktivitete spionazhi. Të dhënat e bëra publike ditëve të fundit përfshirë deklarimet e Jovan Vicentijević për përgatitje ushtarake të grupimeve nga veriu, tregojnë qartë se ekzistojnë struktura që kanë tentuar të ndërtojnë kapacitete operative jashtë kontrollit të ligjit dhe institucioneve të Kosovës, shpreh Shala. Sipas ekspertit, rreziku për destabilizim nuk është dukur dhe kërkon vigjilencë të vazhdueshme institucionale. Në këtë situatë, vlerësimi i institucioneve të sigurisë është i qartë. Rreziku për tentativa të tjera destabilizuese nuk është dukur, përkundrazi për shkak të natyrës së organizuar të trajnimeve, përfshirjes së elementeve të jashtme dhe faktit se disa prej personave të përfshirë kanë pasur qasje në informacione të ndjeshme, vendi duhet të mbetet vigjilent, thekson ai. Shala thotë se ngritja e akt akuzës për sulmin në kanalin Iber Lepenc është hap i rëndësishëm, por jo i mjaftueshëm. Ngritja e akt akuzës për rastin e sulmit në kanalin e Iber Lepencit është një hap i rëndësishëm dhe i domosdoshëm. Ky proces tregon se shteti ka vullnet dhe kapacitet për t'i çuar para procedurat ligjore, pavarësisht presioneve apo tentimeve për t'i manipuluar narrativën publike, thot Shala. Ai paralajmëron se parandalimi i rrezikut kërkon një veprim të integruar. Megjithatë, duhet theksuar qartë se vetëm akt akuza nuk mjafton për të garantuar që nuk do të ketë tentativa të tjera për destabilizim. Rreziku reduktohet vetëm nëse krahas procesit vazhdojnë operacionet inteligjente, bashkëpunimi me partnerë ndërkombëtar, prishja e rrjeteve logjistike dhe monitorimi i afërt i elementeve të lidhura me strukturat që operojnë nga territori i Serbisë, nënvizon Shala. Në fund ai thotë se institucionet janë të vendosura ta çojnë procesin deri në fund. Institucionet e Kosovës janë të vendosura t'i çojnë deri në fund hetimet, t'i zbardhin plotësisht motivet dhe rrjetet e përfshira dhe të sigurojnë që askush brenda apo jashtë vendit të mos ketë mundësi të shfrytëzojë hapësira ligjore, politike ose operative për të cënuar sigurinë e Republikës. Kosova i ka kapacitetet, aleatët dhe vullnetin për t'i parandaluar dhe për t'i penguar çdo tentativë destabilizimi, përfundon Drizan Shala. Ndërkohë, njësi çështjeve të sigurisë Xhevat Mea thotë se kjo dëshmi vetëm sa i konfirmon informacionet që kanë qarkulluar prej kohësh. Këto ditë në një seancë gjyqësore, Vicentijević dëshmoi se ka qenë pjesëmarrës në stërvitje në bazat ushtarake të Serbisë së bashku me 120 individë të tjerë. Kjo vetëm sa vërtetoi raportime gjatë vitit të kaluar dhe më herët se nëpër bazat ushtarake të shtetit të Serbisë stërviten grupe me qindra individ, shpreh Mea. Sipas tij, këto grupe kanë qëllim të qartë operativ. Këta stërviteshin për të kryer aksione sulmi në veri të Kosovës. Këta kanë paraqitur rrezik serioz për sigurinë tonë, thekson ai. Mea rikujton se raportimet të tilla kanë ekzistuar deri në një moment të caktuar. Raportimet për stërvitje ka pasur deri në vizitën e shefit të CIA-s vitin e kaluar në Kosovë, Bosnjë dhe Serbi. Pas kësaj vizite raportimet e tilla u heshtën. Sigurisht gjatë kësaj vizite ka pasur ndërhyrje nga shefi i CIA-s dhe besoj se pas kësaj këto grupe janë shpërndar, deklaron Mea.
Megjithatë, ai paralajmëron se rreziku nuk mund të konsiderohet i eliminuar plotësisht. Rreziku nga këto lloj grupe të individëve për sulme në veri nuk eliminohet, mirë po besoj se pas shpërndarjes së këtyre individëve, rreziku është minimal. Nëse këta individë rigrupohen në çfarëdo forme tjetër, do të mund të krijojnë rrezik për sigurinë e Kosovës, nënvizon ai.